Kuvendi miratoi dje projekt ligjin për barazinë gjinore, një vendim që ka ngjallur shumë debate. Star Plus ka pyetur qytetarët shkodran për këtë ligj dhe për vetë idenë e barazisë gjinore. Siç duket, shumë qytetarë nuk e përkrahin idenë e barazisë gjinore ashtu siç është përcaktuar edhe në ligjin e ri. Një pjesë e qytetarëve u shprehen kundër konceptit të ri të barazisë gjinore, duke theksuar se për ta ekzistojnë vetëm dy gjini, burri dhe gruaja. Për mu, një zot është. Ky zot ka kriju dy, mashkull e femër. Pra kena një parë tonë, që është Adami ose Ademi. Me ju nuk jam dakord, unë jam dakord vetëm se ashtu si ka thënë Trumpi i Amerikës, si ka vendosur Shtetet Amerikane. Një burr e gru, një bab e nan. Zdi me njoftë 72 sa dolin talon balla, tha janë 72 gjinja, dhe s'jam dakord me të. Në rregull, tash ju mund të jeni dakord, mos jam dakord. Skandal, nuk më pëlqen. Nuk jam dakord, absolutisht, për vetëm arsye se këto vetëm punon njëna anë, e tjetra. Si femna si mashkullit i takon. Zotën, çdo gjë, mashkull. Jo, ashtu si ka qenë zakonisht, tradicionale. Drejtat barabarta, po jo ata që thonë ata. Sigurisht që ke drejtat barabarta, po jo. Sipas tyre, barazia duhet të nënkuptojë trajtim të drejtë dhe respekt të ndërsillt pa e ndryshuar kuptimin tradicional të gjinive. Megjithatë, qytetarët pranojnë se gratë ende përballen me vështirësi në tregun e punës dhe në përfaqësimin publik, ndaj kërkojnë që institucionet të sigurojnë më shumë mundësi reale për to. Ky debat tregon se barazia gjinore mbetet një çështje që ndan mendime, por njëkohësisht nxit reflektim për një shoqëri më të drejtë për burrat dhe gratë.